kena një problem to që na ka vonë njoni 150 dele, nuk po rrim do të shtëpi. Kush është ky? Adem Veliu, admirim, se nuk e di që lloj emra shka. Ka dy. 2, 3, 4, ai bo emrat si do dhe nuk po gjem zillje. Ky Ademi, apo Admir si quhet, ka stall baktish Ka shtëpinë aty, i mban brenda shtëpi. dhe për shkak se ai jeton me ato, hindi të rum, jetoni dhe ju. Që të bëjmë? Ky zotëria këto deve ka mbi 150 dele që na i ma këtu, ka kriju konflikte, zotnia këtu, komshi ka ik nga kërcënimet se nuk pa duron dhe dot, i ka thy murin ti me lev, murin ati, pa të volle derë këtu. Nuk na u boj zot lagje, nuk po gjemi zgjidhje ke këto shteti. Sa vite keni që jetoni këtu? Familja im ka ardhur që 71, unë te zotnin për ka Covid e kom njofti. Ku ka qenë më përpara? Ka qenë Italia, ne me punë me problemet e veta, edhe kishe pru shtetit tani që e kishin deportu. Na ka ardhur, na ka ra për pjesë tash. Që vjetë du kom hap një portën të prej, baljet të prej, pistoljet të prej, harjet, mizët, mickanjet. Pas dalë më para, dhije karikën, dishim gjithë plakët. Jo, që ka hadhë kë, s'kam hap portën. S'ke hap portën? Jo. Kërë hap portën, marë erë baljet të, apo dhjë mizët gjithë më nëna. Kine thikë të lasëm se në vretë. Ai, me në patë. Por ne po flet me zotullë ty. Mësë njëve praj, shërat e ditë. Po ti pse ke dalë këtu? Unë do rekot? E duron do të erën ti? Ja, po e erdhëm që e lagja ma e pasër. Po. Të gjithë, po këmë dhoshin gra, burë ma e betë. Mishë mizët e delve. Qa kërkon? Të rregullohet e pasërtia.